qytetarët në gjithë hapësirën për të bllokut ku janë bashkuar qytetarë që vijojnë të marshim që nga momenti që ka nisur nga kryeministria deri në drejtim të policisë shkrimit më pas drejt parlamentit dhe godinave të tjera drejtorisë policisë të Tiranës është dalur pikërisht këtu në blok, në vilën e ish të Enver Hoxha. Ajo blok Këto janë pamjet live që vinë pikërisht nga vila e ish diktatorit Enver Hoxha në zonën e ish bllokut, sikur të nderuar, aty ku janë dalur protestuesit dhe janë duke hedhur fishek zjarre dhe bomba molotov. Jo, nuk është normal. Ndërkohë që marshimi do të vijojë, pra ishte thjesht një ndalesë momentale kjo. Dhe do të vijojë tashmë, besoj drejt kryeministrisë, po mbetet për tu parë. Marsi Koreshin, nëse e kam në komunikim live, do doja të kishim një tjetër raportim së bashku, lidhur me itinerarin. Marsi, më dëgjon? Po, Armela? Po, për të ndalur tani te itinerari. Po, ndjes. Po, pas ndalesës që u bë tek vila e ish diktatorit Enver Hoxha, tashmë lideri i opozitës Sali Berisha dhe deputetët po vazhdojnë drejt në bulevard. Jemi shumë pranë në kryesisë së kuvendit dhe kryeministrisë, nuk dihet tashmë nëse do të ketë një ndalesë në kryeministri, ndërkohë që shohim që po ka me sapo